Tek Mesdita Fest 3 e kemi të ftuar njërë ndër kompozitorët më të njohur të botës shqiptare, Pranvera Badivukun. Zone Badivuku, teta Pranverë për Zone Badivuku, shumë afisho ku duket. Faleminderit dhe mirë se erdhe këtu tek Mesdita në RTK Radio. Faleminderit edhe juve për ftesën. Sa mirë që u koordinuam. Besoj që do t'ju përmbushi ato kërkesat e juja. Juve me këngë që keni komponuar, keni fituar 5 okarina të arta në akordet e Kosovës, edhe për fëmijë, edhe për muzikën popullore, nëse nuk gaboj edhe për muzikën artuese? Jo, vetëm më tepër kam konkurruar me këto melos popullor dhe për fëmijë. Sot për shembull që po e dëgjojmë. Për fëmijë më pak se kam qenë redaktore producente që kam punu me fëmijë, kam bërë incizime, kështu që s'kam konkurru çdo herë për festival. Para se me nis me fol për festivalin, pavarësisht moshës që ke se vitet po ecin, po shkojt, po duke shumë bukur, shumë elegant, 80. Inshallah ne i rrim 80, se me këto vështirësitë kohës që i kemi të ushqimet e gjitha këto. Uroj që ti arrini edhe ti te i kaloni. Veç po dukesh bukur, shëndetshëm, elegante. Faleminderit. Mashallah. Shumë faleminderit. Sot kur e kujtojmë këtë këngën që e dëgjuam bashkë më herët, çka të kujton ty? Ajo koha e kompozimit. Kujton atë periudhën e përgatitjeve të festivalit. Atëherë ka qenë krejt të ndryshe nga ajo kohë që është sot, për shembull. Na akordet i kishim si fest. I konsideronim se njëherë në vit mbaheshin dhe për çdo krijues, çdo këngëtar ishte e mirëseardhur edhe me nxjerr pritshim atë muaj. Zakonisht që shkoi ka fundi i vitit dhetorin që të realizohen dhe të ndëgjohen gjitha ato këngë që konkuronin. E deri te finalja e këngës shkonte një procedurë tepër e gjatë. Tepër ishte e gjatë. Se s'pari konkuronim. Me selektonin, këngët se cilat. Anonim, po mendoj me veprat, kështu, edhe komisioni pastaj në datën e caktume mlidheshte dhe i zgjidhte ato këngë që ja merrte mendja se janë për e kanë nivelin e festivalit. Për që në pjesë e festivalit. Mandej korrigjoheshin tekstet e pastaj i peshin ato këngë që u seleksionoshin aranxherëve, orkestruesve të përpunohen, po mendoj për orkestër. Zakonisht ishte orkestri Revial në atë kohë që u formonte special për akordet, do të thënë plotësohej, se nuk ishte vetëm ansambli popullor, po aty shtoheshin violina, instrumente tjera, që me qenë ajo pak një fizionomi ma e për afërt mi pas një festivali. Dhe shkonte procedura e gjatë se jo notat atë reshenoheshin për orkestrant, çdo part ushtroheshin, e incizohej vetëm pjesa orkestrale, e pastaj vinte edhe këngëtari. Veç ko gjatë procesi punës shumë si ka qenë mirë procesi gjatë ka qenë. I gjatë po i këndshëm, të kam tepër bërë i gjatë, prandaj na ka marrë dhe kohë ma shumë rreth E përgatitjeve. ke shiju ti vet. E kam shiju vet unë edhe si pjesëmarrëse, por edhe si redaktore producente që isha për fëmijë në përgatitjen e fëmijëve për festival. Posaçërisht fëmijët e kishin atë pjesën më të gëzueshme dhe më të me nxjerrpritëshin atë prezencën. E tash këtë këngën e kujtoj atë takim. Si u bë? Kënga e kujtoj atë takim. Unë kam pas një fëqin përballë, Ilias Duka, ai ma dha këtë tekst. Në realitet ai e kishte nga serbishtja, serbokroatishtja atëherë. Një mike e tij nga Mali i Zi e pas ka pas shkru, po ky e ka që kurse pas na di. E ka përkthyer dhe e ka përshtat për shqip. Dhe më pëlqej. Dhe kur është teksti i afërt edhe që të pëlqen, menjëherë lind ndonjë motiv. Kështu që te unë refreni ka qenë i pari që është kriju. Edhe refrenin e kam kriju mas pari,
në fillim, e pastaj ja kom përshtat këtë pjesën e parë. Vetë sa interesant, kur se kishe menduar Aniki, që kjo këngë atëherë kur është realizuar në 74-ën, që ne sot në 2025 do të flasim edhe e don kaq shumë publiku. Dhe ta pëlqejmë kaq shumë. Ma herët e kanë shkruajt këngë shekulli është kjo. Po ka qenë edhe në këtë këngë të shekullit. Ka qenë. O këngë shekullit kaluar që nuk ka. Po ç'është. S'po di tash, kanë lind nga këto festivalet tona që i kemi pas shumë këngë të mira kemi. Ajo periudhë kohore ka qenë asisoj, po mendoj ndryshe ka qenë, po mendoj krejtësisht prej kohës sotshme, po i kemi pritë edhe secili ka dhënë prej vetes atë më të mirën për me arrit në festival. Çdo krijues atë ka pas në E the që është një procedurë gjatë deri tek këngëtari, po si është zgjedh këngëtari ose kush ta bën të ftesën, ata bën të këngëtari ti bëje ftesë këngëtarit për të këndu këngën? Jo, atëherë s'ka qenë. Na vetëm konkuronim me këngë në produksion e pastaj ose autori i këngës preferonte ndonjë këngëtar ose prej produksionit caktohej ndonjë këngëtar që ka qenë në atë kohë i favorshëm, po mendoj i përshtatshëm. Po ne një vit më herët, 73-shin unë kam fitu një shpërblim tjetër me Esad Bicurin. Ma herët, do të thënë se, po. Para 74-shin. Me cilën këngë? Kënga ka qenë Eja e bardha verë. Se ki ndigju. E kam dëgjuar shumë, po. Po mendoj re jeni, nuk i dini, po ajo ka qenë kënga e parë, me të cilën unë jam prezentu dhe kam fitu në akordet e Kosovës. Ajo ka qenë okarina e parë. Pa, sa mirë, 73-ën. Edhe shpërblimi i jurisë profesionale. Se ka qenë juria profesionale që i vlerësonte edhe publiku. Pa. Okarina parë në vitin 1973. Po këto që e kërkojmë ne në vitin 1974. Mande ishte ma letë, se Esatin veç e pata një vjetë ma herët, edhe e angazhova për këtë këngë, po sa që ishte Esatin. Shumë mirë ke bërë, se qashtë nga bukur kjo këngë. Bukur e këndën grupi, tepër bukur. Do na me zbulu se e kemi gjetë fitues ma herët a i pari që e ka thonë. Është një grupi i vogël ka qenë. I vajzave. Kështu quhet, a? Se çto e kërkoj shumë prej dëgjuesve. Grupi i vajzave ka qenë, po mendoj që e ka shoqëruar në refren këngëtarin. Ama po që këngëtari është e sa si back vokale pas kanë qenë ato, pas na pas të drejtë. Po. Ka qenë si përcjellës, po mendoj plotësim. E quanin orkestra Isak Muçolli. Isak Muçolli ka qenë shefi i orkestrit. Po. Atëre kanë qenë redaktor, kemi qenë produksioni ka qenë institucion në veti, ndoshta kanë folë edhe parafolësit ma herët, masi e keni pas këtë cikël të emisioneve për akordet. Severin Kajtazi ka qenë drejtor një kohë, mandej Krist Lekaj, ata kanë qenë edhe krijues të mirë, kompozitor, edhe kanë në fillim të akordeve, se unë ma tepër mu më kujtohet ajo periudha kur unë kam kalu në produksion, kur kam qenë prej vitit 1979. Të ere ke qenë atëherë. Po isha në moshën më të mirë atëre, po. E sidomos kur fitova në 73-shin, ma herët kom fitu, se kam punu si pedagoge në shkollë Landën e Edukatës Muzikore, po që afinitet për krijim kom pas qysh nga shkolla e mesme. Sa mirë. Ne kemi gjetë Niki fituesin, është Fatmiri që ka shkrujt, nejse këtë grupin e vajzave s'ma tha asnjë prej dëgjuesve, po. Jo, se thojnë se ajo pak ndigjohet si plotësim i këngës në refren. Kryesorin e kanë gjetë. Po. Që është Esad Bicurri. Edhe titullin, po. Edhe këngëtarin. Tash dikush e titullon Ma falat buzëqeshje. E thanë. Dikush origjinal është e kujtoj atë takim. Po në këngët popullore është zakon që vargu i parë i këngës ta ketë edhe titullin. Kështu që nuk është gabim, nëse thuhet edhe Ma falat buzëqeshje. Po, e dashur ma kujtoj. Bile ma bukur po t'inglon Ma falat buzëqeshje. Se po, dyat, nejse. E dashur ma kujtoj edhe një këngë që ne gjenerata të reja nuk e dim, që atë këngë që e këndojmë, mbas asaj këngë vjeti. Folë për vetë ti se unë i di, edhe ata pak unë po përpacoj këta të mitë. Na i këngë tjetër që
Prej Ti e akordeve, mbas asaj apo? këngë po, e që ne sot e Do tua këndojmë. që ke kompozuar dhe une. kanë qenë këngë Edhe të prej mira. akordeve dhe kështu edhe. Une kam marrë pjesë disa herë në festivale, ka qenë, po disa ndigjohen e disa nuk ndigjohen. Aha. Po që janë këndu edhe prej këngëtarëve tjerë, janë kur ta fal një tuf gërshet, është e këndon Ismet Bogujevci dhe Nezhmije Pagarusha. Nezhmije Pagarusha ka qenë veç ka fundi i karrierës saj, po mendoj, po unë insistova kështu që u realizua ajo këngë. E ajo është përsërit, mandej është për ty vuaj, për ty këndoj. I kam do tituj specifik. Shumë e spes me të prek. Ma bënte një fqinja ime, shoqe mike shumë si jeton ma, dhe ke, apo gjelozon Hyseni me këta tituj, se bashkëshorti edhe ai ka qenë muzicient. Thash, jo bre, s'ka këtu lidhje, këto janë kanë, po mendoj tekstet që unë i marr, i pëlqej edhe i marr. Megjithse disa prej teksteve, jo disa, po shumicën i kam pas prej Hivzi Krasniqit, Indjeri, vetëm i thësha një titull. Himza ka qenë i mirë në shkrem shumë. Edhe ai nuk shkon të gjysë ore, ma binte tekstin. Mi binte 2-3 tekste. Unë ndonjëherë prej 2-3 teksteve bajsha një, kombinojsha. Dhe ka dalë një këngë e bukur më pastaj kënduar nga këngëtarët. Ka qenë kënga edhe me ndihmon të harroj, është një këngë që ka kënduar dikur Ramadan Krasniqi. E kam dëgjuar se e këndojnë edhe në Shqipëni disa këngëtar të ri, edhe këtu po ma pak është këndu. E menegjin si ka qenë bashkëpunosh me Nezhmien? Atë e kemi pas shumë e butë si person, se kam pas rasën e menajt me të. Çdo ditë, unë prej se kam kalu në produksion, ajo vinte çdo ditë në nototek, ka qenë aty, kemi pas atë përshkruesen që ka shkruajt Francika Leka e Ndjerë, dhe ajo shkruante shumë, ka pas një ortografi tepër të bukur, notat i shkruante bukur. Na rishim aty në kohën e pushimit, kur pishim kafe zakonisht, edhe ajo vinte çdo ditë vinte, gjithmonë me barcoleta, diçka na tregonte rrugës, çka i ka ndodhur, gjithmonë ka qenë shumë e harreshme, shumë e dashur, shumë. Ndoshta atëherë si miqe, si shoqe, të prekëm pak. Po, vitet mira kanë qenë, për ne kanë qenë shumë të mira në atë kohë, po se cila gjenerat duhet me pas atë periudhën e vet të jetës, me të cilën dallohet e veçohet. Si që kishim brezion, si që ka brezion në pas. Po, ajo është normal, si duke. Pra vera me këpo ta kohësh gjeneratës atëherë, këto ditë, qo për kafe, qo për një muhabet, kështu me i kujtu ato kohët. Produksionit nuk janë ma, si jetojnë. Shumica orkestrit, kretë kanë shku. Isak Muçolli, që bashkëshorti im, do instrumentist tjerë, vetëm është për më duket njeni është jeton, që është këtu në Prishtinë. Edhe zoti Rando Brava. Koleget, Rando Brava, ai është, po mendoj, kemi kontakte kështu, po me dalë kështu ndonjëherë për kafe, jo. Është Tomor Berisha. Që me kujtu këtë konë. Tomor Berisha është Tomori është baba i Robertit e Polinikut e Patrikut. Për dëgjosi që se din. Po. Se ne që i din. Roberti është me i popularizum. Po, se sa Patrisi. Po, Teta Pranverë, kështu, mi krahasu festivalet dikur, akordet e Kosovës dhe festivalet e tjera me këto të kohës së sotme. Tashi nuk e di sa keni përcjellë edicionin e parë të festivalit e këngës në RTK, të dytin dhe këtë të tretin. Hajde një krahasim dikur festivalet dhe tani çfarë kishte të mirë në atë kohë dhe nuk kishte, dhe çfarë kemi të mirë këtë kohë dhe nuk kemi. Po, çka me thamë, ajo dikur ka qenë për kohën tonë, ka qenë na ka mjaftu ajo, na ka përmbush në çdo pikpamje. Edhe si që Ceka tregova se procedura ka qenë shumë ma e vështirë për realizim. Tashti për shembull konkurojnë me projekte të gatshme. Po më duket aqsa edhe tash po kompozojnë, po. Diku kombinim ka. Pa kjo teknologjia i ndihmon. Po teknologjinë e kanë ma moderne,
këngëtar kemi shumë talenta, mundemi me thënë se me të vërtet jemi vend i vogël, Ka gjatë brum kemi. Burim përhershëm të talentave ka. Ka zëra të mirë, këngët janë moderne tash për këtë kohën, këta të rritë me siguri i pëlqejnë. Tash neve pak që jemi më të vjetër, s'po na kap shumë vesh. Po ndonjëherë po them ndoshta truni jonë është vjetëru dhe nuk i pranon. E tekstet e këngëve si po duken ty? Me të thënë drejtën si kam analizuar shumë. Ti shohim tash në edicionin e tretë si do të jenë, analizoj pak. Se përpara kanë qenë tekstet i kemi marrë prej poetëve të asaj kohe, për shembull, disa me porosi, disa ato që i kemi gjetë në për libra. E tashti bashkëpunimi është tash ma i lidhen ma shumë, po më duket, me autor të teksteve, bashkëpunojnë, e bëjnë këngën aty për aty në studio. Si kam përcjell disa që i kam digju. Po, këto tekstet e festivaleve janë tekstet e mira. Duhen me qenë, po. Po tani në përgjithësi çka krijohet në këtë kohë. Po përpara tek akordet e Kosovës kemi patur edhe, si më thënë, seksionin popullor, argëtues dhe për fëmijë. Tani kemi vetëm një mbrëmje, po. Pa dalluar shumë të rrymën e muzikës. Të mbrëmje të mirë prituna kanë qenë të fëmijëve, ajo zakonisht është majtë mes ditë ose pas dite herët, e mbrëmja popullore që ashtu edhe zbavitësja. Do më thënë akorde që a ditë kur ka qenë zhandri popullor, jo, të nesër, 3 mbrëmje kanë qenë. Po, për shembull, nota e tretë është e popullores. Po jo, zakonisht zbavitësja ka qenë në fund. Okej, e mesmja pra. Po, e mesmja ka qenë ditë kur është garu për popullore, që ditë në mbrëmje është dhënë me njëherë dhe çmimi, a? Po. S'ka qenë nevojë atë nesër me pa kush edhe jurit kanë qenë të ndame. Po, për secilin zhanër. Për secilin zhanër kanë qenë. E këta këngëtarë të gjeneratës së re tash, çka po të pëlqen, cili prej tyre? Na i këngëtar. Balaj ka shumë, nuk mundet njeriu me i përcjell zhvillimin edhe rritjen, sa shumë ka, çdo ditë dalin zëra të ri. Unë bile në një intervistë kam thënë krejt Kosova këndon. Dinë se me të vërtet ka qaq shumë këngëtar, edhe krejt po dalin të mirë, tash unë se di disa që po i përcjellin e përmes këtyre rrjeteve sociale, po janë shumë të mirë. Tani unë e di që juve keni nostalgji për akordet e Kosovës dhe për shumë festivalet e tjera të organizuara në vitet 70, 60, se 63-shin ka fillu festivali i parë. Në Zveçana. Na kanë thënë Zveçana, thënë. Po, në Zveçana. Edicioni i parë që kanë mbajtur në Zveçana. Zveçanë, ndoshta. Se ka qenë qëllimi njëherë, edhe unë sa më kujtot, akorde muzikore njëherë janë qujtë, tek mandej. Pse ti çka po mban mend? Ku po e mban? Unë e mbajnë mend, unë atëherë kam qenë viteve 60, kam qenë në Shkup, se atje kam kry shkollën e mesmet muzikës dhe kam punu 3 vite. Dhe për herë parë në përmes radios po ndigjoj këngë të reja. Ajo ka qenë edhe qëllimi, po mendoj për me pasuru fondin me këngë autoriale, me pasuru se zakonisht deri në atëherë ne kemi përcjell festivalet Sanremo ne kemi pas. Atëherë në atë kohë, që e kemi përcjell. Po, në atë kohë, pastaj në ish Jugoslavina kemi qenë një krahin në kuadër të ish Jugoslavis. Kemi qenë pak shumë më mrapa se këto republikat tjera që kanë qenë. Po, ato të secila republik ka pas ato festivalet e veta. Ka qenë festivali Zagrebit, ka qenë festivali Splitit, Opatia, mandej Beogradit e krejt, këto kanë qenë. Edhe dhe i kemi përcjell ma gjithët, se kemi qenë qatë fokus. Kështu që ka qenë nevoja edhe Kosova të ketë një festival. Po, sa mirë që e kemi tash. Kështu këmbët i kemi marrë, gradualisht shkojmë të ngrit. Jo, mirë shumë. Po, akordet mjerisht. Nuk e di sa e zëvendëson ky festivali i këngës në RTK, sa e zëvendëson tetës pranverë akordet e Kosovës. Po, a din çka, mu kjo po më pëlqen se atëherë ka qenë çdo gjë më e thjeshtë. Më e thjeshtë ka qenë
skenografia, po ashtu është punu në skenografi dhe në zërim dhe në krejt, po krejt ka qenë mashtët. Koha ndryshe, po. Tash është diçka madhështore, glamur, bukur, krejt, edhe veshja e këngëtarëve atraktive, po duhet edhe atëherë shumë bukur janë veshë. Edhe atëherë kishin pas shku në Itali me ble garderobë. Po edhe atëherë veshja. Si ishte Gizoti Budrimaj që ka drejtu tre akorde Kosovës, në Italinë ne kemi pas model të veshjes. Pipo Baudo, ai vdiq tani në 90 vjet. Po, ai shumë festivalet të Sanremo i ka uheq, po. Mernim thëki modelin edhe të veshjes, edhe neve si moderatorë. Po qashtu se kemi qenë të hapun me po mendoj kemi shiqu, kemi ndigju ato festivalet edhe të, kështu që ndikime ka pas, po ma merr mendja se. Po prap se cili kompozitor është mundu që tjetë baza të bani jonë. E dashur për fund na thuj, kjo objekt ku jemi sot, ka shumë kujtime, a? Ka shumë kujtime. Çka kujtove ka unë gjithë shkallët të disa Në fillim nuk më isha pas luftës faktikisht, edhe prej asaj kohë kur na kanë mbyll. Ajo mbyllja e dhunshme që ishte. Po, ishte, s'më isha me këthy kryt, ka ndërtesa. E di, nostalgji. Kur ke kalu këndej që këni qenë të mbyllur. Tash nuk është hera parë që vit tash. Po. Ka marrë disa herë që jemi forcu pak. E vështirë, e di. Tani vini ma shlirë, si më thonë, ma lirë këto tek objektet e Radio Prishtinës dikur tani Radio Kosova, ku ju e keni dhënë një kontribut të çmueshëm. Unë nuk desha me prek ty, nuk desha me të emocionum fal. Për kohën kemi qenë të nevojshëm dhe kemi kontribu aq sa kemi mujt. Sa kemi pas mundësi. Sa kemi pas mundësi, jemi mundu me tana që thajnë ato qenjen ton që çdo gjatë jetë në rregull, si në punën ton në produksion, se kemi pas në për detyrë si çdo redaksi atë planin mujor që kemi realizu këngë me fëmijë, për shembull unë Reshati, Tomor Berisha, Gjergj Kaçinari kanë qenë të muzika e lehtë, mandej të popullorja ka qenë Qazim Oruçi, Ganim Iftari. Edhe një pyetje po ngacmoj për fund. Je nuse vu stres. Atë kanë mësu me pi çaj rusi. Se ju pejon, po më duket çash nuk e pini. Kafe kemi pi gjithmonë. A mësove me çaj rusi me limon? Atëre s'm ka pengu mu, se kam pi shumë, po tash e pi zakonisht në mëngjes e pi pa tjetër. Okej, ta pas kanë lënë më thënë qajen. Jo, është ceremoni e mirë, është ritual i mirë. E dashur, faleminderit shumë që erdhe. Inshallah e kish netën, e takohemi pra bashkë. Shumë faleminderit. Ne vërtet jemi të nderuar me pjesëmarrjen tonë këtu tek mesditën e RTK Radio, duke i kushtuar kështu vëmendje edicionit të tretë të festivalit të këngës në RTK, dhe duke bërë këtë lloj krahasimi të festivaleve që janë organizuar dikur. E di pse jemi të lumtur që të patëm ty këtu dhe kompozitorë të tjerë, sepse sot asaj dite këngët e krijuar që në vitet 60, 70, 80, edhe nga brezi i mesëm dhe i ri dëgjohen, këndohen edhe dëgjohen më të madhe. Muzikës lehtë. Po kthehen, po Musa Piperku ka qenë një kompozitor i mrekullueshëm. Që çdo vjet po mendoj me pjesëmarrjen e tij ka dalë një këngë e bukur patjetër. Adin ka shfrytzuar. Jo vetëm të Reshat Rando Brava çashtu. Të Pranverës edhe Gjergj Kaçinari po ashtu, Severin Kajtazi. Po mendoj krejt këto janë emra të Tomor Berisha. Kanë qenë tash ndoshta s'përmendat shumicën, kanë qenë, po mendoj edhe i kemi produksioni ka qenë edhe një farë stimulimi, i ka shty ata autor, ndoshta edhe që janë marrë me komponim shumë, po për festival janë angazhu dhe kanë bërë ndonjë këngë. Urojmë suksese tash festivaleve që janë nismë, po mendoj që viti i tretë po marrë ky festivali i RTK-s, festivali këngës. Besoj që të rritë e arsytojnë atë prezencën e tyne. Do t'i shojmë tash, po, se çka do të ndodh me gjithë këta pjesëmarrës që kemi 20 këngëtarë. Besoj kanë me dalë, po ashtu vlera
Në prova Edhe sa këtu. po shohim, po tingëllojnë shumë bukur. Po Shumë. Kjo mirë, ka s'ka rëndësi, kush kanë. po. Tani për zhandrin profesionist, e po muzikës ashtu është, janë po. që përgatisin, Po. kështu që Për personistët e orkestrës si që përmendë ti kompozitor të dikurshëm, që kanë lënë gjurmë te krimtaria muzikore dhe tani kemi kompozitor po sigurisht. dhe këngëtar, po ndoshta kompozitor dhe instrumentist të zotët, si në gitar, si në piano, ku i di unë dhe një instrument tjera që Unë sa po përcjelli kështu, Pra. po më duket se edhe instrumentist po dalin mjaft. dalin të Ka mirë. Tash gjatë, Tri. Filharmonia e Kosovës veç është plotësu Pa, me instrumentist, dikur janë huazu, pa. kanë marrë prej vendeve të ndryshme. Tash posa jemi që nivel Shkupi. kogja të mirë. E tash janë dy orkestra e operës dhe orkestra e filharmonisë. Filharmonisë. Kështu që skori. patjetër se çdo ditë është ty përparu, po mendoj në këtë aspekt muzikor, bara sa i përket. E dashur, faleminderit edhe një herë. Shumë teta. Shumë faleminderit. Edhe mbaruan për sot apo jo? Ishte Fituesin e kemi gjetur. e gjetëm po. fituesin, e tham pak më herët, ishte kompozitorja e njohur Pranvera Badivuku,